Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e parë të Offside, një podcast i dedikuar tërësisht futbollit. Kemi zgjedhur që ta quajmë kështu këtë podcast për faktin e thjeshtë se me implementimin e sistemit VAR në futboll, futbolli ka humbur atë që e bën magjik. Adrenalinën, debatet, diskutimet dhe emocionet e momentit që ky sport të sjell. Unë jam Geri. Dhe unë jam Fationi. Ne kemi zgjedhur të qëndrojmë me Offside, jashtë vijave të këtij futbolli robotik, për të folur haptorazi pa filtra dhe për ta nisur ashtu siç duhet. Sot kemi në studio një person që jeton vetëm me këto emocione, një gazetar sportiv, Ariglon Pali. Ariglon, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta çuna edhe inshallah kam kamën e mbar. Tu shkoj sa më marr podcasti dhe faleminderit për ftesën që ti më i pari që niset. Faleminderit. Ariglon, ndeshja dje me Izraelin, si do duk debutimi i Maran me një rezultat negativ në fund të 90 minutave? Me të drejtën nuk është se prisja ndoj fitore. Unë me miq që kam folur mendova që ndoshta mund të humnim edhe për faktin se trajneri i ri do provojë skema të reja, lojtarë të ri, akoma nuk i ka implementuar ato idetë e veta në ekip, domethënë për kaq pak ditë. U mundua të sillte disa risi, kemi ndryshuar nga 3-5-2-shi i famshëm që kemi luajë gjithë ato kohë me Silvinion, qoftë edhe me Panuchin e Rejan edhe 3-5-2-shi. Dhe Maran njihet për skemën e tij 4-3-1-2, ashtu siç luajti dhe mbrëm. Ne kemi disa winger ansor shumë të fortë, ndërkohë që Maran nuk përdor asnjëherë ansor, e pam edhe Hoxhën që e përdori në rolin e tip shkatruesit, ndoshta mund të themi deri diku, por në rolin një mesfushori të mirëfill, që Hoxha nuk është një mesfushor i mirëfill, ndërkohë që Laçi që është shkatrues ishte pas dy sulmuesve, organizator. Pra, ideja e tij do pak kohë që të implementohet në kombëtare. Pastaj duke qenë se ishte edhe një ndeshje miqësor, rezultati nuk është se ka ndonjë rëndësi të madhe, domethënë ndeshjet miqësore janë thjesht për të provuar lojtar. Ta nisim që nga zgjedhja e lojtarëve nga ana e trajnerit. Trajneri ka marrë ato që kanë qenë me përjashtim të Hasës, që është një prurje e re. Para disa vitesh ishte një diamant, le të themi, në futbollin jo vetëm shqiptar, por edhe atë italian, ku edhe Italia kishte shumë shpresa te Hasa. Vendosi që të zgjidhte Italinë, karriera nuk i shkoi ashtu siç duhet dhe plani B ngeli Shqipëria fatkeqësisht, që kur nuk duhet të jetë për një lojtar plani B. Unë jam me bindjen dhe me idenë që një lojtar që nuk na don herën e parë mos thirret më asnjëherë, sepse fanella e kombëtares duhet të ndjehet dhe nuk është një vitrinë për të shitur lojtarët, siç ndodh me Bajramin, që sa herë ka nevojë për të shitur, e ke gjithmonë kombëtar, e ke gjithmonë titullar. Edhe ndeshjen e fundit nuk ishte, por që e përdorin më shumë për vitrinë. Pra, risi nuk është se ka pas, kemi Sherrin në por që nuk është se ka luajtur me ekipin e tij, pastaj pjesa tjetër edhe me Mehmeti që ishte titullar, që ishte ndeshja e parë si titullar, ku me Silvinion kemi pasur shumë debate në studio tona gjithmonë, për shkak se Mehmeti është lojtari më në formë dhe nuk e mori në ndeshjet decisive, edhe kur e mori në ndeshjen me Polonin, as nuk e aktivizoi aq minuta sa e futi. Por nuk është se më pëlqen shumë Maran realisht. Do të thonë ka një CV, është trajner mbi jetese, ne nuk duam trajner mbi jetese. Ne duam të synojmë, të fitojmë, të luftojmë për shkuën evropian, për shkuën botror, jo për të mbijetuar në ligën B, në ligën C, apo ku është ai. Gjithmonë ka pas ekipe mbi jetese. Vetëm një sezon mund të them që unë mbaj më shumë mirë me Catanian, që Catania ka pas disa elementë shumë mirë dhe bënte futboll të bukur, ndoshta ka qenë ekipi që bënte futbollin më të mirë në Itali. Po ka edhe diçka, unë mendoj që nuk do ta paraqyjojmë aq më tepër tani që është fillimi, për shkak se pak a shumë njësoj ka qenë edhe periudha e Debiasit kur erdhi tek ne, edhe ama në fund të rrugtimit të tij shkruajti historinë në kombëtare. Mbase mendon se është çik herët që të flasim për zgjedhjen e trajnerit Maran kryet kombëtares, pasi mbase mund të jetë edhe
auguri i mirë që të na çojë drejt botrorit. Shpresojmë që të fitojmë botrorin, ajo është Rimak me këmbë tokë. ajo absolutisht, domethënë sidomos dërgimi në botror, pra shkuara jone në botror është ëndër për të gjithë, ashtu siç ishte Europiani, për tashmë Europianin e kemi prek 2 herë dhe domethënë nuk është se po ju uroj të keqen, thjesht nuk është se më ngro personalisht shumë si trajner. Unë sigurisht sa herë luan kombëtarja do jem gjithmonë në stadium. Dhe do e mbështes gjithmonë derisa të kem frymën me lejen e Zotit gjithmonë, por nuk është problemi aty. Domethënë nuk më jep shumë siguri, shpresoj shumë bëj mirë, ndoshta disa ndeshje nuk është se do tregoj atë lojën e vet, sepse është edhe ndryshimi i modulit, pra nga 3-5-2-shin 4-3-1-2 ose trajneri i mirë në moment që shikon që një skemë nuk i funksionon, ndryshon edhe skemën, kështu që shpresojmë shumë që të jetë për mirë, por prisja emra të tjerë në fakt në kryet federatës, ndoshta kishte ardhur koha për një shqiptar, qoftë Ilitaja, qoftë Besnik Hasi, që e kanë provu veten, i kanë dhënë provat, qoftë Dajan me Ballkanin që arriti grupet e Conference League, mos u gabofsha. Po, me Ballkanin. Dhe qoftë edhe Hasi që ka fituar kampionate në Europë, është trajner që mendoj duhet një shqiptar, pra ta ndjeje fanellën, Një fanellën, jo vetëm ajo është jo vetëm xhepin. Ajo është më e rëndësishme. Shpresoj të ecim. Le të kthehemi edhe një herë te lojtarët. Çfarë mendimi ke për Brojën si sulmues? Atëherë kur Broja ka dalë skem për herë të parë, ishte edhe Haalandi sapo shpërthente te Salzburgu dhe un kam pas bindjen që ka pas premisa edhe më të mëdha për se Haalandi, Okay. pra e mbroja edhe më shumë se Haalandi, pra do bëhet më i mirë. Por për shkak të temperamentit të keq, ndoshta edhe disa fatkeqësi do i quaje me lëndimet. Ore, mos e kemi ne Nuk po ecën. Si futbollist në tërësi të kombëtarës shqiptare, që në moment kur duket se kemi kap majat ose ku e kemi mundësinë që të kapim majat, aty sikur e lëshojmë veten. Për shembull, Broja është në momentin më të mirë, edhe për faktin e lojtarëve që kishte Chelsea në atë kohë, që mund shfrytëzonte mundësinë që të bënte shumë përpara. Ose Reimana kur ishte tek Interi, ishte tek Barcelona. Po, është vërtet. Barcelona ishte me një sulmues si Martin Braithwaite në atë kohë, që edhe Reimanaj po të ishte punuar më fort, mbase do të ishte një ndër zgjedhjet e trajnerit. Po të marrë thjesht të dysheme Rei ka sa i përket Rei ka sqaruar këtë pjesën, domethënë që u mor te Barcelona dhe do mbaj në provë pra gjatë verës dhe në rast se do jeste mirë mund të kalonte tek ekipi i parë. E ka sqaruar para pak kohësh, fatkeqësisht nuk kaloi dot. Bëri vetëm 3 gola në një miqësore, po një kujtim i bukur për të dhe me sa mbaj mendon ka bërë dhe një ndeshje me Messin. Po, tripleta që ishte më e rëndësishmja sepse ka bërë disa gola në ato miqësore që ishte. Ndërkohë sa i përket Brojas, të fola pak për karakterin, sepse duke qenë se jemi pak më afër kombëtarës, si dim edhe disa gjëra të vogla që ndodhin, sepse nuk është çdo gjë në fushë, është edhe jashtë saj. Broja në momentin që ishte te Chelsea ka pas momente që është zënë me veteranët në kombëtare për mos pasim topi, por një sulmues 20-21 vjeç që dikush më i madh te kombëtarja, domethënë të kritikon dhe të ngren zërin, ka të bëjë shumë për karakterin, pavarësisht se ti mund të lush për Chelsea apo për Barcelonën apo për kë mund mos lozësh. Edhe është karakteri i keq dhe fatkeqësisht unë mendoj që ai do bëhet asnjë lojtar. Unë shpresoj shumë. Është futbollisti më i mirë, potenciali më i madh që ne ndoshta kemi pas ndonjëherë. Pra ka mundësi që të kapi majat. Domethënë është nga ai lojtar që gjithë shpresojmë te ai, gjithë syti kemi ai tek ai kur ka topin, sepse e dim që nga asgjë ai mund nxjerrë golin. Pra siç e pat edhe dje një aksion me Izraelin që e mori nga mbrojtja dhe iku dhe fatkeqësisht u deviju i raportës, po u deviju këndore. E kuptoj, po për Nedim Bajramin. Se unë mendoj që është lojtari që sa herë ka nevojë që ai të futet
që të fitoj minuta me ekipin e vet ku luan me Rangers, nuk bën. Kërkon të fitoj sa më shumë minuta me Shqipërinë, luaj sa më shumë me kombëtarën tonë që të ringrihet, le të themi. Bajrami në momentin që luante te Sassuolo ishte shumë mirë. Normalisht e ka ndihmuar shumë kombëtarën. Dhe çdo lojtar që ka ndihmuar kombëtarën në rezultate sigurisht çdo lojtar që ka vesh fanellën e falenderojmë, por lojtarët duhet dinë edhe kapacitetet e tyre, pra në momentin që nuk janë mirë, ndoshta edhe duhet të dorëhiqen. Pastaj për sa i përket thirrjeve që ishte me Silvinion, ishte edhe pjesa e menaxhmentit, pra që kishin të njëjtin kompani që i menaxhonte dhe janë edhe këto prapaskena, ato detajet dhe në listat e fundit të Silvinios janë akuzuar shumë që janë lista menaxherësh dhe jo lista specialistës, pra dashamirës futbollit, meritokracie. A mos ndoshta kjo po na hap shumë problem me krahun e sidomos të djathin, si në repartin ofensiv ashtu edhe defensiv, sepse hysajm po e shohim që tani është pa kontratë. Po. Edhe sigurisht ne për të marrë një zëvendësues morëm Andi Hadroj. Po, Hadrojn është një krah që ne kemi vojtur vazhdimisht për ta. Po edhe në repartin ofensiv, pavarësisht që Maran Loz me 2 pyka përpara, nëse neve do na duhej dikush winger i djath, për shembull në këtë rast, a mund të ishte Arnur Muja? Po, absolutisht edhe Muja është lojtar që më ka pëlqyer gjithmonë, pavarësisht se u transferua nga Belgjika, shkoi herë në Turqi, aty humi DC është rikthyer prapë në Belgjiku po los. Por gjithsesi unë prapë edhe me 2 pikat unë mendoj që Daku duhesh patjetër. Pra do ta krahasoja pak me lojën e Interit, që është Lautaro, që është shumë i lëvizshëm, është edhe Turami, absolutisht që është 9. Pra unë mendoj që duhet një 9. Broja nuk është 9 i Mirfield, nuk e bën dot 900 e Mirfield. Ishte pikërisht kjo kërkesa e Maran pas ndeshjes, i cili kërkoi që Broja të bëj pikë referimi dhe të furnizoj më shumë me topa nga mesfusha, nga fantazistë tanë. Nga fantazisti. Dhe si duket domethënë planin e tij, këtë synon tek Broja që të bëhet numri 9. Normalisht edhe me informacionin që kishte pra Mehmeti Broja ishte 9, sepse Mehmeti është pra bën edhe fantazistin edhe krahun, nuk është një sulmues i Mirfield. Po, me këtë formacion që ishim dje, patjetër që Mehmeti është i kudo ndodhur në repartin ofensiv. Po dje sigur kishte një përplasje me Hoxhën. Domethënë Arber Hoxha nuk në gjithë sfidat që kemi parë në Kroaci tek klubi i tij edhe tek ekipi jon, nuk është mesfushor defensiv në atë repart që lozi dje dhe ai pavarësisht direktivave të trajnerit e shihnim shpesh herë që tentonte, provonte dhe shkonte shumë përpara. Po, e vërtetë është që ishin janë të dy sulmues krau dhe ishin të dy në një pozicion, në fakt unë se di se çka ka kërkuar trajneri për bor, por si që thash ka edhe diçka, trajnerët e vinë, eri kur vinë, lojtarë ndryshëm i provojnë edhe në pozicione të ndryshme. Pra kishim nëse Guardiola normalisht është nivel tjetër, kemi John Stones te City, që nga një mbrojtës qendre i Mirfield, pra kaloi edhe në organizator, edhe krahu, biles në disa neshje ka qenë ai para mbrojtjes, pra jo si mbrojtës, por si shkatrus edhe për të hapë lojën. Pra i përdorin lojtarë ndryshëm, sidomos miqësore, për të provu pra pozicione ndryshme, bën dot ndoshta mund ta shohësh Brojën edhe mbrojtës krahu. Nuk është tabi, me Maran nuk është tabi. Brojës mund të vijë oftes, po harroi se pranon, ai përpara thotë jam i dëmtuar se sa të vit lozi mbrojtës krahu. Gjithsesi kisha me idenë që trajnerët i eksperimentojnë lojtarët, sidomos kur miqësore. Tani do shohim, mendoj që ndeshjen e ardhshme me Luksemburgun, që është pas 2 ditësh i mbiet shtunën, do jetë totalisht një formacion ndryshe. Pra 4-3-1-2, por me lojtar ndryshëm, sepse do të provojë, do të shikojë trajneri i ri. Mendon se Ozuni do kishte bërë më mirë se Broja ose se Mehmeti? Me këtë formacion ndoshta po, por unë fakt jam pak i dashuruar me Mehmetin.
dhe i bie nëse do ishte Ozoni do ishte me Meti jashtë. Njëri nga këto të dy. Se Broja nuk mund të jetë jashtë, paktën tash që ka nevojë për minuta. Unë Ozonin kam goxha simpati për të, edhe është lojtar që luan për ekipin, luan për fanellë. Po mirë më vëlla, dakord, Ozuni, bim dakord, po për shembull Steven Shpendi super sezon. Mirë që ka bërë super sezon, por nuk e ka grumbulluar fare. Ka marrë Christian Shpendin, mori vllajtën, të dy vëllezërit një Të tim dy konflikt vëllezër, interesi pastaj. Se zihen shtëpi Po, pastaj, se se nuk ka zonë. si rregull duhet marrim atë që Që është luan, më në formë. po. Patjetër jemi me fat që edhe kemi të Steveni, dy. edhe Christiani kanë bërë sezon të mirë Absolutisht. personal me ekipet e Tyre. tyre në Serie B. Por prap gjithsesi unë nuk mendoj që do të japim shumë hapësirë Series B. Do të shohim pak më tepër, ndoshta Shpendi do të ishte marrë vjet pat sezon shumë më të mirë. Pra në momentin që su provu vit kanë qenë disi pak më Edhe të motivohet më lojtari. ndrysh. Shiko, unë mendoj që ka ardhur koha që edhe pse ato luajnë Serie B, ka ardhur koha që të ketë një frymë të re te kombëtarja. Po, absolutisht që Duke filluar nga Hysaj. duhet frymëri. Ne jam shumë dakord, por Se s'mund të luash gjithmonë me të njëjtin lojtar. jo, prandaj është marrë edhe Stavri Pilo, Po, që është marrë nga te Aeku po. për të zëvendësuar Hysen, edhe Balliu u largua. Po. Prap nuk Kështu është që- pozicioni i tij Pilos, krau i Hysak. Pilo luan në krah Mitajt, edhe aty bën një shkëndi Po jo të mirë. Mitaj kemi fatin që që mund t'i bëjë edhe të dy krahët, pra loz edhe në dy krahët, loz edhe Dhe mes fushor. edhe mes fushori avancuar, pra bën edhe sulmus në krahut, mes fushorën e krahut. Do thonë është qetësi tjetër, është ndoshta dje i bërë një dy gabime të vogla, por qetësia që ka ai është e paimagjinueshme, e pashpjegueshme. Surpriza e dieshme. Për mendimin tënd? Surpriza e djeshme nuk kam pasur Ishte surprizë. ishte gafa e ajetit këtë drejt. Jo, nuk ishte, po ç'gafa jeti, dje surpriza, për mendimin Dje tim. lojtari, domethënë, që më ka pëlqyer më saktë për grinten, për shpirtin, normalisht është Laçi, sepse Laçi jep patjetër. gjithmonë maksimumin në Jep. dhe Luan me këto zemër. lojtarë duan që të luajnë me shpirt, po. t'japin çdo gjë për kombëtar. Unë vlerësoj shumë edhe portierin Alen Sherri. Po, i edhe cili Sherri ka qenë pas shumë një sezon jo të mirë, duhet të themi. Është aktivizuar shumë pak. Kanë qenë 3 momente shumë kritike, cilët ne mund të kishim shkuar edhe 4-0. Po, kishim Sidomos ai pasimi kthyer pas nga Hadroi që nxorri sulmuesin e Izraelit ball për ball me ta. Ishin disa reflekse që e treguan që pavarësisht se nuk los, eksperjenca që ka fituar me transferimin te Cagliari dhe me pasuazimi në Serie B, i ka dhënë shumë vetbesim dhe shumë aftësi. Po, e vërtetë është që Sherri ka los realisht shumë mirë në madje në dy raste, sepse madje edhe statistikat e tregojnë që kemi pas 0 gjytjen, por 3 ata dhe të treja njëra ishte gol, dy ishin shumë të rrezikshme. Por që mendoj që këtë pjesën do ta rregullojmë pak, tipin e portës ta provojmë për tjerë. Ta provojmë për tjerë. Pra për të fituar ndeshjet duhet i bish portës. Po kjo duhet pa pozitive, mendoj. Edhe pse nuk kemi gjetë kuadratin e portës, të tentosh 10 herë, për mendimin tim është një sinjal pozitiv si start, sepse ne kemi pas shumë ndeshje tjera nga Ishujt Faroe që barazuam 0-0. E me tjera ekipe shumë të dobta, që ne mund kemi goditur 1 ose 2 herë. Në total, brenda dhe jashtë. Barazimi me Ishujt Faroe ishte gjë tjetër. Kishim një të festa, kishim kryer punë, ishim veni parë. Po festë më të mirë se sa ta mbyllesh me fitore. E kishin vend tjetër. Një tjetër mendimi i diskutuar shumë ka qenë edhe Enea Mihaj, i cili në SBA ka luajtur rregullisht, mirë po këtë herë nuk u zgjodh. E gjithë lista në tërësi, mos ishte një neglizhencë në thonjza për shkak të kohës, se pa mjaftueshme për trajnerin dhe thjesht mori atë siç u shpreh edhe vetë, që mora listën e gatshme të pritjes. Mendoj se atë ka bërë, domethënë ka parë listën e fundit, ka marrë 2-3 element. Madje edhe Hasa nuk është për mua, nuk është thirrje e trajnerit. Jo, është mbush mendja, domethënë federata i ka mbush mendja që të vijë dhe duhet ta thjeshin sepse Hasa do lunte me Italin, pavarësisht se nuk e thirrën ata. Pra kjo ishte nëse do kishte një ftesë, absolutisht po. Nuk do vinte për Shqipëri. Nuk do vinte për ne. A mund ndodhe njëjta gjë edhe me Nelson Wiper ose Brian Gruden? Nuk e besoj.
Weeper nuk e di se si kanë qenë kontaktet me të, e do shumë Shqipërinë, ka qenë disa herë në Është i vëllai Tiranë, Binjak që bashkë me vllajën e vet, dhe mendoj se nëse do ketë realisht insistim nga ne, ai do vije, por mendoj që prap edhe Weeper është një lojtar që nuk mund ta çosh te U21, sepse është kërkuar për U19 dhe U21. Do të thonë me nivelin që ka Polos në Bundesliga vazhdon të Mainzi nëse nuk gabon, dhe pra mund ta marrësh edhe direkt kombëtar, pavarësisht se kombëtarja ka disa etapa U19 U21 dhe kombëtarja A, siç i kanë kaluar edhe shumica këto faza. për t'i mbyllur këto dy testet e kombëtares, nëse larg qoftë, psoj një tjetër disfat me Luksemburgun. Nuk më çudit fare është. Një bombë për Thjesht- trajnerin, Po jo, bomba do të thjesht për Armando Duka, Për që Armando do Duka. shesi do të biletat. No. Madje mas se humbes me Izraeli do shikojmë neshën tjetër se sa bileta do shitet. A mendon që Unë kam aplikuar te shorti që se kanë hap short prapë Po. ndeshim në Luksemburg. Inshallah lutem Zotit që të mbi bileta. që mos shkosh? Jo, që të mbi bileta të shkoj, sepse me Anglinë nuk umra. Shpresoj të më kapi shorti me Luksemburg. A mendon që trajneri do bëj eksperimente edhe me Luksemburgun? Absolutisht që po janë neshje, edhe unë po t'jem trajneri, do të thonë neshje eksperimente për të provu lojtarët, për të provu skemat. Madje ndoshta nuk do e shohim mas me 4-3-1-2, po mund ta shohim me një 4-3-3 ose të rikthehet prapë te 3-5-2-shit. Do të thonë këtë Luksemburgu, megjithëse kur themi Luksemburgun ka sezonet të paktën 6 vjet që nuk është më Luksemburgu në nivelin e Maltës e nuk duhet të I nënvlerësuar. ka hapur punë Greqis, i ka hapur punë Holandës, Me ka Italinë marrë miqësore. rezultate me Italinë. 0-1 me Zi, Esposito Gjithsesi, bëri gol. Italia në 100, pra që prej 1912-s më duket ka pas formacionin më të ri. 21 vjeçë dhe disa ditë, pra lozi me të rinj. me trin. Por Luksemburgu ka qenë deri në momentet fundit, mos e gabofsha për eliminatore me Sloveninë për një vend, pra ka grumbulluar shumë pikë. Nuk është aq ekip i thjeshtë. Për ta mbyllur me kombëtaren. Cila mendon që do ishte surpriza me Luksemburgun? Cili do të jetë lojtari surprizë, le të themi? Po me Luksemburgun Luksemburgun mund ta rrafim edhe 5-0, edhe nuk më surprizon Një sepse që mund bëj në një paraqitje fantastike ose unë shpresoj te Mehmeti. Te Mehmeti. Prap nuk e Jo, Mehmetin. Cili është bashkimi jot për këtë sfidë? Po mendoj 3-1 për ne. Do e psojmë i gol? Po do e psojmë goli. E kemi zakon, minutat e fundit. Shenjat e parë u dhanë që të ndeshje. Do e psojmë. Po joti Fation? Unë mendoj 2-0 për ne. Ti si mendon? Them një poker do ishte 4-0. më se mjaftueshme që t'i jap edhe çik zemër trajnerit. Si shumë po e sulmoj nga gjitha anët, jo pse italian, jo pse jo shqiptar. Jo më nuk është. Jo në tërësi edhe nga mediat e tjerë, nga gjithë Atëherë shkrimet. nuk është sulm, kritikat nuk janë sulme, sepse kush më shumë se ne do më të mirën e kombëtarës. Kështu që nuk është se janë sulme. Tani Ariklon, do të bëj, do të them disa emra lojtarësh dhe do mi rëndisësh nga 1 deri te 5, pa e ditur se cili është lojtari që do vi pas emrit të parë, që do theme me radhë. Nga 1 tek 5. Njëshi më i miri, Po patjetër. okay. Okej? Atëherë e nisi me Mehmetin. ja. Jo, Mehmetin unë do ja lë jashtë tani se e kuptova atë. Ose mund ta pyesë edhe të fundit dhe ta lë qëllimisht. Po. Nedim Bajrami. Në Dima e Rami unë dhe le 5 të fundit fare, për do të thonë emocionet e këqija që më ka shkaktuar me atë rastin në Poloni. Paktën ta kishte gjuajnë Porto. Ata kishte gjujnë Port, ishte gol. Që për pak isha me u hedh nga 4-4 kur isha aty me u fut në fush. Mirlin Daku. Mirlin Dakun do e vej dyshin vetëm për faktin, për shpirtin luftarar që ka, për patriotizmin që ka, Shumë bukur dhe për tatuazhin që ka. Tatuazhi është absolutisht. Komisar Katala është. Ernest Muçi. Muçi, meqense Mehmeti është jashtë, Muçin për talentin do e vet parë. Të parin.
Po nga lojtarët që kemi për moshë i parë sot për sot. Arber Hoxha. Arber Hoxha te 4 nuk ka qenë, akoma nuk e ka dhënë atë shkëndin. Dhe i fundit që mbetet, unë vetëm e sulmuas. Pyeta Armando Broja. Okej, tresh. Dhe i kënaqur me këtë renditje. Jo, realisht edhe po t'i dija emrat kështu do renditje. Cili ka qenë stadiumi më i zjarrt ku ke qenë duke parë kombëtaren? Stadiumi më i zjarrt që kemi bërë ne si tifoz më shumë tifoz jashtë në transfer besoj. Apo që kanë qenë edhe ata të zjarrt. Që kanë qenë edhe ata stadiumi më i zjarrt. Që t'jep më shumë emocion, t'jep shumë adrenalin. Me kombëtaren. Me kombëtaren. Ka qenë ndeshja me Shekin. Kemi dalë 1-1 me gol të Bajramit. Ka qenë ishte gol fantastike. Ka qenë super atmosferë. Kemi pas ndeshjen me Polonin, ka qenë ndeshje e parë e Silvinjos. Edhe aty ka qenë nga ana jonë, sepse polakët nuk kishin tifozëri, pra kur them nuk kishin tifozëri, u dilte në ekran televizor aty që duar turkisni, ngrini flamurët, ngrini shallët. Sistemi ultras thojnë sepse TKZ nuk është ultras apo huligan, nuk e di nëse e ka kombëtare tjetër, pra kemi vetëm ne. Sepse në Poloni nuk kishte, nuk kam parë, do të thonë thjesht janë për ekipet lokale këto pjesa e grupimeve më thetash. Ndërkohë tjetër Moldavia, kualifikimi. Kur kualifikuam edhe aty ka qenë spektakël. Ndërkohë që ndeshja eksperienca që kam shiju më shumë ka qenë në Island. Kemi dalë 1-1, gol Taulan Seferit, tifozët kuqezi, jo vetëm në Island, por edhe në Brazil, në Argentinë, edhe në Amerikë po t'ishim, do i kishe të shmendosh. E treguan edhe në Europian, sidomos në kualifikimin e parë. Ndezën stadiumit, kilometrat janë vetëm numra. E vërtet. Si një tifoz i vërtet futbolli, mendon më mirë një fitore e shëmtuar apo një barazim me një ndeshje të bukur? Pa tifozlik kjo. Atëherë, për çfarë po lozim? Po lozim finale. 95% topin kundërshtari 1-0 për ne. Pastaj do pika. Po them pa tifozlik. Më mjafton trofeu. Po. Pastaj, nëse do ishte një ndeshje miqësore, e lejtë loje e bukur, le dalë rezultati si të doj. Por për një ndeshje të rëndësishme 1-0. Se siç ka thënë dhe Mourinho, le ta marrin topin në shtëpi, më me fton 3 pikë në finalen e Champions-it me Bayern. Okej, atëherë edhe pak ditë na ndajnë edhe nga nisja e botrorit. Po, që fatkeqësisht nuk arritën dot. Që nuk arrit. Mirë ne pas Kosova nuk arriti. Nuk e desh fati që të kalonte. Me ton drejtën, përse përket përfaqësuesve së Kosovës, kim pak ndjenja të ngatruara. Do të thonë nuk kam ndjenja fare. Për mu kombëtarja është një. Okej, është përfaqësuese. Kombi jemi një, absolutisht përfaqësuese. Nuk është se i uroj humbjen apo ndonjë gjë. Po fituan, okej, shumë mirë. Por nuk është se kam ndonjë ndjenjë. Për ta mbështetur, për ta prohoritur, në momentin që po losëm me Turqinë sigurisht që isha për përfaqësuesen e Kosovës. Se na trajmë bukur. Absolutisht. Por nuk është se më jep një diçka, absolutisht si kombëtar shqiptare, jo. Është tjetër ndjesi, po gjithsesi edhe nëse do kishte shkuar, absolutisht nuk do ishte shumë mirë, edhe në arenë politike për shtetin e Kosovës do ishte diçka shumë e madhe. Ajo është shumë okay, pra. Unë normalisht që bëra tifozlik për ta kundër Turqisë, por jo ta përjetoja humbjen, le të themi. Siç e përjetova me Poloninë. Po patjetër. Kë mendon se shikojmë më mirë si favorit këtë herë për botror? A nëse do vendosim një top 3-she? Për botror, me ton drejtën unë shpresoj Brazili. Jam pak si tifozi i Brazilit apo jo? Si tifozi i Brazilit, Ronaldos, Interit. Jemi bashkë. Sepse Brazil, Ronaldo, Inter kryesisht me Interistën Shqipëri shkojnë të treja
bashk Adriano më vonë. Ronaldo nuk është se njihet te Interi më shumë si Ronaldo, si Absolut. fenomeni, po Atëherë fenomeni të Interi mori të PSV-ja bëri mirë, të Barcelona në një vit, erte ne qëndroi 5 vjet me komthyme, fitoi top tart, pa komthyme fitoi top tart. Ato thyrje të këmbëve. atë edhe Për mua është jo edhe Ronaldo, patone e jo morën- Cristiano, jo Messi, po fenomeni është më i miri që ka ardhur në histori dhe nuk ka asnjë lloj diskutimi. Faktikisht janë futbollistë të Brazilit të mëparshëm, jo ky Brazil që është tani, që të bëjnë ta duash futbollin me të vërtetë. Këtë Brazil do e fus Sidomos në vend Ronaldinho. tret. Këtë Brazil Në vend nuk të tretë. në vend tret për sa i përket favoritëve për ta fituar. Spanjën është mirë, por mendoj që ndoshta mund të japi pak problem ky debati i mosmarrjes asnjë futbollist nga Reali. Ku që minimalja mendoj që Houston duhet merresh. Ose Carvajal. Carvajal është në fund të karrierës, dëmtimet edhe Eksperienca ka Okej, treguar jo, që Carvajali nuk e kuptoj shumë mirë, pra mos thirrje, por Houston për mua duhet ishte në atë listë. La Holandën, sepse ai mund të losë edhe për po, për Holandën, Holanda. për Spanjën dhe nuk e morën, ndërkohë që është një mbrojtës që edhe shënon. Pra më ngjason pak me Puyoli. Nuk është. Jo, unë do thoya që ngjason pak me Sergio Ramos. Okej. Sergio Ramos Puyol se edhe Sergio Ramos në fakt bonte shumë gola, Po. merrte edhe shumë të kuq. Houston është Pak më i tërhequr. pak më i tërhequr. Prandaj thash Puyolin. Po ju ulni shumë apo është Sergio Ramos si me Puyolin, nivelin e Hussein. Po, Tash po më themi që ngjason. ngjason. Pra ka Por premisa për të karakteristika, bërë po. sepse ai është shumë larg të dyve. Në Është përgjithësi vetëm 21, 22 vjeç, nuk është Po, po, më po. 21 vjeç. Normalisht çdo futbollist do e nisi nga diku. Është një lloj si të krahasosh Gjimshitin me Loricanën më vëlla. Se krahason dot. ja, po është tjetër histori ajo. Po janë Është tjetër sigurisht. histori. Nuk Dy është histori. nuk Por- është e njëjta. Edhe në krye. Gjithsesi Spanjën e shoh dytën në favoritën absolute e Franca. Franca. Edhe me ekipin e katërt, pra po të shkojë për Jam dakord edhe unë me ty se ka 3 ekipe. Geri është tifoz i flakt i Anglisë. Patjetër që po. Anglia Ne kemi debat fort se unë It's them coming që home, Ne coming home, presim që never ta gonna sjellim come shtëpi home. akoma. unë jam 30 vjeç, kam 35 vjeç që enjoy këtë It's Coming Home. Dhe asnjëherë nuk do vija. Unë Angli nuk e marr seriozisht, megjithëse Tuheli. Vetëm Okej. për faktin e trajnerit, të paktën këtë herë. Ndoshta Anglia do ishte në vend Brazilit, Brazili ishte pak çështje Shiko, po ta shikosh listën e preferencë Anglisë. qifi. Tuchel ka bërë një përjashtim të lojtarëve Ka bërë shumë përjashtim. Në formë duhet nis nga Maguire te Ka bërë edhe përjashtim për mua Gibbs White i duhesh me patjetër. Po, në a listë. kish nevojë për përmirësime? Patjetër që ka vend sa duash. Gibbs White është mendoj një nevojë Anglisë. Po fakti që ata që mendonin që ja kanë vendin sigurt në formacion, ky i eliminoi nga lista e botrorit. Por Shpresoj që t'u Nuk japë me një leksion shumë të atë mirë. për sa i përket kësaj gjëje, unë mendoj që duhet bëhet në eliminatore, pra që dikujt që mendon që e ka formacionin sigurt i bëhet me dije që ti nuk je i sigurt. Dhe jo në botror pikërisht në gjën më të rëndësishme që ty të nevojitet. Po pikërisht se në gjën më të rëndësishme nuk Dhe ke kohë që të marrësh Absolutisht, Tuhel si Gjerman që është e vendosi diktatin e vet. Po Por kalojmë pak Anglin e ket katrën. katër. Ja, po diu pak më do ta kapim. Vetëm diçka, edhe një pyetje pak për pjesën e Brazilit, se më kalova shumë shpejt. Neymarin mos e morin gjë thjesht për imazh. Neymar mendoj se duhet të ishte aty. Për çdo gjë duhet të jetë. Flasim për lojën. Nuk është se ka pasur një atëherë sezon- Neymar nuk do jetë kapiteni. Po. Nuk mendoj se Ancelotti do e fusi titullar. Ndoshta në ndeshje varet. Atëherë thjesht për moral. Neymar Thjesht për është moralin e marrë për karrierën e gjatë që ka pas dhe Neymar edhe nëse te Paris ose Barcelona nuk është se ka luajtur mirë më the tash, te Brazili gjithmonë ka dhënë 100%. Është Pra duhet t'japim hakun. Neymar i Brazilit është tjetër. totalisht histori tjetër. Neymar i Dhe e Brazilin ndjen fanellën, lun për të.
Dhe jo si me për Brazilin nuk bën mungesa, Rëndësi ka mos. jo si me Barcelonën që shkurtin kur e ka ditëlindjen motra, o do jetë smur, o do marrë karton të kuq ose do e ketë gjithmonë pushim ditëlindjen e motrës. Si Zhegrova me Kosovën, kur ka miqësore i Po, del nuk gjithmonë shkon, diçka. nuk del diçka, do të thonë, jo dëmtim muskular, jo Jo halë tërheqje. personale, jo. Dhe kërkojnë që të luajnë pastaj në ndeshje të rëndësishme. Por që siç ja bëri as me Turqi nuk e futi zonësus me sa më kujtohet E Zhegrova. vërtet, këtë Po, sezon e ka ishte pasur titull, shumë të Shumë vuajtur sepse, Zhegrova. Edhe te as Juventus, jo vetëm te nuk Kosova. luan, edhe te Juve ja dhan mundësinë disa herë nuk i shfrytëzoi, madje humbi Me Galatasaray, me Galatasaray ishte edhe ndeshje tjera, domethënë mund të jesh lojtar sado i mirë në nivelet e Interit, Juves, Realit, Barcelonës, nuk të jepet shansi dy herë. pikërisht. Nëse Tu atë dha shansi nuk e shfrytëzove me Galatasaray do shënonte, mbase do kishte marrë absolutisht do komplet i merrte ndryshe. tjetër për tjetër. Unë mendoj që Zhegrova duhet të ikë nga Juventusi, sepse Nuk bën. me Spalletin Nuk jep, nuk ndez. nuk do përshtatet. futet, nuk do Po. i jepet shansi, nuk është Juventusi Torino apo ku dëgjon që të tlet ty 15 neshje derisa të marr kapish Ritmi. formën, kapish ritmin se e ke mundsinë. Po nga Aty- kjo vojt Juventusi që nuk kapi dot as Champions League-ën. Jo nga Zhegrova personalisht, po nga ky grup frymë E lojtarësh. vran vet Juventusi, e vrau vet bashkë me Milanin. I vrau Como. Zhegrova për Como Po Milani çishta shumë më burr. Deshën e fundit çishta ajo gaf. Që gaf ishte ajo tani. I ndeshje vendimtare, jena Më avantazh. vjen keq për milanistat, po jo dhe Keq vjen jo se dhe aq. Këtu Por jemi një mu bë panel shefi sepse italianësh. ka disa vite që na çajnë daullën e veshit. Milani do thoja. madh. Milani Jo madh. Milani i madh, po Bologna. Për shkak të kampionatit që Po. humbëm ne, që ishte një vetvrasje futbollistike. E vërtet. Dhe më bë pak qefi që edhe ata e kuptuan se çfarë do thotë vetvrasja futbollistike. Sepse ajo ndeshje me Cagliarin ishte totalisht vetvrasje. Për Katastrofë. shkatrim çdo lloj gjëje. Pra ti nuk arrin objektivin Championsit, janë miliona euro në lojë, Po. shkarkon drejtuesit, Tare, Furlani, kush janë ato kardinale se nuk i di mirë. Se smerë me ta. Po, e shumë e padrejtë vërtet kjo. Puna e miliona eurove që për shembull Burnley bie nga kategoria në Premier League, merr 120 milionë euro, ndërsa Barcelona del kampione 32 milionë euro. Është një absurditet i paparë. Po tash Anglia e ka Prandaj e ka arrit rrit pjatën e ka rrit e pjatën, transferimeve. ka marketingun më të fortë, shumë të fortë. shumë të fortë. Dhe kush e fitoi Sheffieldi finalen për tu ngjitur me Middlesbrough, Po, nëse nuk gabon. Dhe fituesi ka marrë 260 milion pound, diçka e tillë, plus minus. Sa do kishte vlerë mbroja po të kishte si edhe Anglinë që të loste. Nuk e dia do i shkonte prap. Gjithsesi broja, duke qenë se ka luajtur Premier League, prap është vlerësu. Është vlerësuar. Pra i ka shku deri në 30 milion pound vlera. Vlera. E bleu Burnley 25, nuk është pra një lojtar që vetëm dëmtohet dhe nuk bën dy neshje radha si Shumë e është vështirë. bash. Tash është 25 milion sterlina, nuk është pak. Pra nuk është shit pak broja të Burnley. Po që po tek Reali çka nuk shkon që siç e thënë më para, Mbappé. nuk e mori Kylian Mbappé. asnjë lojtar spanjoll të Spanja. Çfarë nuk shkon përsa për Realin tërësi nuk shkon Kylian Mbappé, mendoj unë. Vetëm Mbappé. I prishit gjitha balancat, gjitha gjërat. Edhe Vinicius, Unë nuk mendoj që si është ters. Mbappé, unë mendoj që është Papa Perez. Po Papa Perez çat boje, Papa ka Perez, ke Vinicius, ke Valverde, ke Rodrigo, ke Nuk mund të thosh trajneri që të bësh çfarë thon lojtarët. Nëse ai në Ato fund nuk e të di. ditës ka rezultatet, nuk po e marrin të sezon. Po me Perezin, Po. Ali ka dominuar. Tani Europën flasim Nuk atë. gabuan me Alonso që në afrim e Po. afron shumë shpejt, Po, qoftë edhe në patjetër, largim. Edhe në largim direkt. Alonsos nuk i dhan kohë as. Pra lërë dhe në fund Por ka sezonit, ekipe po heq tjerë që Alonso. ndrojnë një president si Perezi. Po. Por gjithsesi mendoj që me Mourinho nëse do finalizohet, se akoma nuk është Akoma- finalizuar, do ringrihen sërish. Mos del prap në një dështim si 5-0 që e famshme në Barcelonën. Po 5-0 mund ndodhi, po prapa ai të sill trofe.
Jo, është kjo ide se nëse vjen Mourinho, supozojmë dhe mbyllet sezoni sërish pa trofe për Realin. Nuk ishte katastrofale. Nuk e besoj, asu nuk e besoj këtë gjë. Nuk e besoj. Nuk e mendoj, nuk e besoj, nuk e imagjinoj. Të paktën kupën do e marr. Kupën e mbretit. Megjithëse kupën ata nuk e Reali nuk e ka synuar asnjëherë. Të kthehemi edhe një herë te botrori tani, se për shembull është Bosnia bëri surprizë më të madhe. La Italin jashtë për disa, po, la Italin. Surpriza më e madhe është tani niveli i Italisë me Bosnien. Kjo Itali nuk ka nivel. Shiko. Kjo Itali tani është keq se është Juventus i keq. Ka treguar historia këtë. Kur Juventusi është mirë, është Italia mirë. Është Juventusi i keq, tani është dhe Italia keq. E vuan këtë. Botrorin e funit e ka prej Materazit, mbrojtësit Interit, bëri gol, nxorri Zidane me kuq dhe ndoshta jo shumë Fabio Grosso sapo kishte firmoz me Interin shënoi penalltin e fundit. Ama përbërja nga 11 lojtar 5-6 të Juventusit kanë qenë bazik gjithmonë. Tu janë nisë nga besoj të gjithë jemi dakord që ato botrori Italisë dha Materazzi. Në finale kartoni po që nxorri bëri dhe golin e 1-1, se nuk do të harro, se nuk nga që kartoni mori shumë vlerë pastaj për mënyrën si u mor. Po Buffoni pritet apo që deshe. Gjatë gjithë rrugtimit, jo vetëm pjesën e finales. Po them për finalen. Finale dakord, ato janë 90 minuta, ndoshta bën shumë. Dakord, edhe ajo pjesë e rëndësishme, po me finalen je veni dytë. Sa larg mund shkoj kjo Bosnia? Ja, nuk e shikoj. Nuk e shikoj. Gjekon kam shumë respekt për të, super sulmos, është 40 vjeç, do luaj po prap. Nuk mund ta kemi një surprizë si Islanda në Jo, unë shoh viteve më parë. Algjeria dhe unë e shoh në top 4. Algjeria në top 4 është. Algjer. Shumë larg. A mendon se Kroacia e Modric do ndezi sërish? I ka elementet, mund të eci, por jo për të surprizuar për shkuar në finale. Nuk e shikoj. Ndoshta, duke qenë se janë 64, mund të shkojë edhe deri në 16, ndoshta, sepse 32 16. Bosnia mund të kaloj grupet, prap nuk e shikoj. Unë Algjerin mendoj edhe dje bëri super paraqitje me në fakt Luka Zidane. Kishte shumë kohë pa luajtur kundër Holandës, super ndeshje. Dështimi i këtij botrori cili parashikon? Dështim që të eliminohet në grupe Holanda. Dështim ky është. Jo, dakor. Surprizë ishte, surprizë. Nëse ikën Holanda që në grupe, megjithëse unë shikoj të vështirë. A mendon se do ishte super surprizë nëse finalja do ishte Argentinë-Portugali? Jo, nuk do ishte surprizë, do ishte çmenduri se ishte ëndra faktikisht e pasëm harrua dhe Portugalinë, dhe Portugalia shumë domethënë në letër, sepse në fush çdo gjë është ndryshe. Po, është ndryshe. Në letër ndoshta mund të jetë pas Francës. Po Portugalisë mos i prish punën. Por Ronaldo besoj se deri diku po. Ama nëse nuk është Ronaldo as Leao, nuk është se më pëlqen. Jo se është jo, është çështje egoizmi. Është egoizmi. Jo se luan te Milani, Leao nuk më ka pëlqyer asnjëherë, se edhe sezonin që ata Milani fitoi titullin, Leao bënte 2 super ndeshje. Me këto ndodh dhe Leao ne kishte 10 ndeshje në gjumë. Pra, ishte një lojtar që ka shumë vetbesim te vetja. Komën nuk e ka drejtuar akoma aty siç duhet dhe mendonte që në çdo moment ai mund të bëj gol kur doj. Pra mendoj që kishte një ide të tillë që un jam shumë mirë, jam më i miri, un mund të bëj gol kur du. Edhe sikur fillonte jo talle, jo egoizmi, jo vetë, jo fund ditës. Edhe pam që ndoshta e blen United i ngecin nder. Ai ktheve edhe herë te klubi tani, po Koma e Fabregas. Shikon larg apo? Como mund ka pëlqyer gjithmonë si qytet. Apo deshi super qytet. Edhe surpriza vapa. Realisht e kam simpatizuar, domethënë Komën. Por atë Komën e frikshme e Interi e ka shkatruar në zonë ndeshje. Është vërtet. Gjëra 2 herë përmbys rezultati. Përmbys rezultati e 4-0 e ishte për ndar të keq realisht. Se bën lojë të mirë. Como ka futbollin më mirë në Itali. Lojë të mërzitshme, lojë të shpejtë në Itali.
Nëse Interi të kontrollon gjithmonë çdo ndeshje me posedime, më the tash, me lojë të fortë, me lojë agresive, si më thon, Como është e vetmja që i ka probleme le themi, pavarësisht rezultatit, se mund të sulmosh gjatë gjithë kohës, siç na ka rënë ndeshje me Milanin, një kundërsulm, gol, fitun, edhe siç tentoi Arsenali të merrte Champions League. Champions, i doli goli direkt, po. Me një gol nuk i doli. Ky sezon i Arsenalit e theu më në fund Arteta. E theu, unë nuk është se simpatizoj shumë Arsenalin, me thonë drejtën. Kisha qef që mos ta fitote asnjërin, po tani edhe dominimi i City bëhet i bezdishëm. Po. Bëhet shumë i bezdishëm, siç City nuk e din tash që do marrin trajner, besoj se Guardiola u largu përfundimisht e ta lam të mirë. Enzo Maresca flitet. Enzo Maresca që gjasat më të mëdha të bisedimeve ishin ata. Po gjithsesi është botrori i dëmtimet, në thetar se janë edhe pjesa e dëmtimeve që do vendosin për fatet e lojtarëve në të merkato. Është shumë interesant botrori faktikisht se ka treguar që gjithmonë nxjerr emra të rinj sken, James Rodriguez dikur, James po ka qenë shumë në fakt James për mua nuk ka qenë vetëm botror, unë e kam ndjekur realisht që te Porto, te Monaco, do thonë bën të super madje unë jam çudit se si një lojtar i atij kalibri nga Porto kaloi te Monaco dhe në një ekip më të madh, pastaj botrori dha Realin. Më pas ai shkoi tek Reali, e vërtet, po mos ndoshta do përshtatej më shumë me Barcelonën, loja atij. Apo ishte periudha e keqe që shkoi në atë kohë. Jo, ndoshta si kishte edhe shumë konkurrencë. Ndoshta një lojtar i kalibrit James për mua e bënte venin vetes, kështu që shikoj në atë periudhë te Barcelona, Messi nuk linte njëri të ngritur kry. Messi nuk ja zinte venin edhe sot, po shkoi te Barcelona, nuk ja ze venin dot njëri. Po them që në atë periudhë kur ishte James ishte Messi që vendose për çdo gjë. Mendoj që ajo ka qenë në vërtet. Po gjithsesi Jamesi nuk është se edhe si karakter, nuk është se ka qenë karakteri i keq, që themi karakteri Balotellit apo Ibrahimovicit që shumë i vështirë. Do të thonë Messi shumë i vështirë ti thosh orë që ky s'do lozi fare, do të thonë është edhe tip humble, se s'po vjen shqip, mitësor, ndjes. Qa nuk shkon me këtë El Clasico ditë të sotme. Po investojnë, po marrin yje, Mbappé, Vinicius, Lewandowski. Është rrit pak. Disa sezone pas boshllëku që la Ronaldo me Messi është i parekuperueshëm. Janë dy më të mirët e epokës, jo. E historisë ndoshta që ne kemi pas fatin që ti shikojmë si dy Ronaldot edhe fenomenin Messin. Ishte edhe ideja që Maradona se njëti brez që kanë shtyrë konkurrencë për rreth 15 vite. Shiko, me gjithë respektin për Messin dhe Ronaldon, unë mendoj që El Clasicon e ndiste Puyol me Sergio Ramosin. Me gjithë respektin për këto të dy, pashkas se El Clasico gjithmonë ka qenë El Clasico. Ishte ndezur. Nuk ka diskutim, sepse që Barcelona që Reali kanë pas gjithmonë hyjen në ekipe. Qoftë edhe para Ronaldo se Messi, se kishe Ronaldinho, kishe Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, domethënë gjithmonë kanë pas hyje. Po dy mbrojtësa nuk ta ndezin dot. Jo, për shpirtin kam pas shpirtin, ka pas grintën, por njerëzit kur shikojnë futboll e shikojnë dhe po ta vësh re 90% e futboll dashuron me sulmuesin. Ato që bëjnë golin. Se ai është fund ditës, portieri mund të bëjë 12 pritje, që mund të jenë 12 gola. Sulmuesi bën tek gol, një sulmues që një portier heroi është sulmuesi, ai që bëri golin e për dikush që e shef nga jashtë, por për një që një futbollin. Dakor, absolutisht. Jam shumë dakord me ty se për shembull Victor Valdés, një portier që te United nuk shkëlqeu, u bë ikonik tek Barcelona. Dhe mendoj personalisht për meritat e Valdés si portier ikonik. Valdés, okay, ka qenë një brezitard
kur nuk është futur portierët e mirë, ko portierët mesatar. Ka qenë gjithmonë ban akoma një status, është portieri i vetëm, nëse s'jam gabim, që nuk ka pësuar akoma një triplet. Që nuk I kanë shënuar triplet. Ndoshta. Realisht nuk e di si statistikë. Këtë e kam lexuar së fundmi diku, nuk e di sa e vërtetë është. Po është I vetmi portier. Gjithsesi, këto pastaj janë disa lloj statistikash, nuk ka pësuluar triplet. Domethënë që mundohen ta gjejnë dikë për ta lartësuar. Ta sillin pak me ditët e sotme, për shembull, një klasiko më para, Messi, Ronaldo, gjithë të tjerë me sistemin VAR. Do kishte të njëjtin emocion? Absolutisht. VAR-i sado I ka rregulluar ca gjëra, për mua e ka prish. E ka prish futbollin. E ka prish futbollin. Emocioni ishte aty kur dilje për tisje për lëvizor, është offside, ndaloje. Ai goli Lampardit me Gjermaninë. Gjithsesi offside-in do e rregullojnë. Besoj se ajo pjesa që do futet që sulmuesi ti përparësi do jetë shumë. Rregulli Wenger siç po quhet rëndom. Shumë I rëndësishëm sepse është vërtet tani ka më milimetra aty është. Golin e Mkhitaryan paktën që më vjen mend te 3-3-shi ose ato I kam aty që zemra. Dhe goli I Mkhitaryan në Barcelonë te 3-3-shi, do të thonë që ishte astoj, nuk e di se ç'a kishin kap. Po mirë më burr. Dakord ajo. Po kartoni kuq me bastonin. Juventus Inter. Do të stimulimi I bastonit. Po unë mendoj që ai histori u diskutu, u mbyll, domethënë bastoni bëri një diçka që ashtu e mendoj, edhe kush ishte Kalulu. Pra Kalulu bëri gabim. Mendoj që bëri gabim sepse do kalonte ajo burrë nga shkonte. Po e zgjati dorën. Dhe I dha mundësinë bastonit që simulonte, normalisht ishte simulim. Për pak mendova që Jo, nuk absolutisht që nuk ishte faull ajo, por gjithsesi mua më shijo shumë fitoria me Gile me Juven. Dhe unë shpresoj që gjithmonë të ndodhej shumë me Juven. Ka një arsye specifike? Po sepse janë hajdutët e Italisë, që nuk kanë qenë hajdutët Calciopoli të hajdutët e Italisë, pra. Mos u gabofsha mos I hyj këtij diskutimi sepse Pepino Prisco ka ndruar jetë. E pyesin, domethënë çfarë shijon. Du të fitoj tha 1-0 minutë 95 me gol offside. Juventusit. Ja, po sulmuesi në atë rast do të kishte Inzaghin, sa ai ka qenë perfekt për këtë situata. Po nëse këto diskutime gjithsesi për mua Bastoni është ndërmbrësi më fort. Këto hetimet e gjyqtarëve nuk janë shumë të favorshëm për ju këto kohë të fundit, tani që po bëhet. Jo fare, as nuk ka asnjë lloj problemi sepse për sezonet që po bëhen diskutimet, pra ne kemi humbur kampionatin, e ka fituar Napoli, nuk na jepet një penalti ashiqare sade me Romën, që janë 2 pikë shumë të rëndësishme që me atë kaloshin vend parë, dhe as nuk më shqetëson fare. Një ndeshje tjetër është Udinese me nuk e di me kë, është që s'ka lidhje fare as me ishte ideja te sistemi I gjyqtarëve, jo. Nuk ka ndonjë problem. Rrida lojë se tani tregojmë realist, Interi I sotëm është kush është një ekip që në momentin që I bëhet një padrejtësi nuk do I kërkojë llogari shefit arbitra, vallai, ç'a po bën? Se ke humb 1 2 3 4 raste që janë 2 pikë, por që me 1 pikë na e mori Napoli. Me 1 pikë në fund, kështu që me 1 pikë në fund edhe Milan. Ke pastaj pavarësisht se nuk kishte donin të hapnin edhe këtë vit me zor donin të hapnin kampionatin. Penalti kundër Milanit në minutë fundit, që u bënte 1-1 rritë po 10 pikë. Neshën tjetër po prap me Atalanta që barazum 1-1 penalti sade, kështu 2 herë, 3 herë. La dha atë golin që la golin, nuk bëri faull Dumfries te sulmuesi. Donin ta hapnin me zor, po s'kishte çfarë më hapsës. Nuk ishin në nivel. Interi ishte fitimtari pa diskutueshëm këtë sezon. Për ta mbyll edhe diskutimin për pjesën e kampionateve, ç'a nuk shkon me Spanjën si kampionat ndërsi dhe me Italinë, që nuk po ecin aq sa duhet në fushat europiane. Italia ka harruar se kur që në 2010
Parisi përmosh të përfuqi sot për sot, edhe Qa nuk shkon tek me këto. aty doja dilja avash. Bayern i Parisi janë dy superfuqi që gjithmonë do jetë lart. Ekipet angleze mendoj që gjithmonë do jenë lart sepse kanë sportin fizik edhe i përballojnë ndeshjet më mirë. Spanja të ardhurat. Spanja i ka mirë, po i ka mirë vetëm Barcelona dhe Reali. Barcelona deri tani ku se Barcelona deri para një viti ishte në krizë. prap janë në borxhe, në kriza, në thethar shumë sepse keqe. kanë investuar, por gjithsesi Barcelona me Realin kanë shumë sponsorizime reklamash. Është shpenzimi shumë i madh, por është edhe fitimi shumë i madh. Po e them të për shkak të Italisë, që Italia është në derexhen më të fundit. Dhe një ekip që Inter fiton kampionatin me 20 milionë euro, siç e the edhe vet Bournemouthi, Wolvesi, kush ra nga kategoria. Burnley, se thash Bournemouthi u fut në Edhe Europë Wolves për mirë ishte. Wolvesi që ra nga kategoria merr 200 milionë euro, 100 e ca. Për vërtet Barcelona ishte në krizë deri para sa kohësh. Tani del që kërkon 100 milionë euro për jep për Alvarezin 100 milionë euro. Ka gjetë një nafta i Laporta atje. Po i buroj. bëjnë ato marrëveshjet pagesat për 5 vjet, 6 vjet, më the tash shesin e lojtar, rimbursimet, kanë shit edhe bëjnë edhe dasman kampionat. E kanë bërë këtë. E kanë fituar ca lekë nga dasmat edhe nga shesin edhe karriket. Arglon, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit ju për ftesën. Të Offside. Ishte kënaqësi e madhe që të kishim në studio. Shumë faleminderit që zgjodhët mua të parin. Shpresoj të jemi me këmbë mbar. Faleminderit Arglon. Mos rrini shumë Offside. Patjetër që jo. Faleminderit Arglon dhe faleminderit të gjithëve. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu në rrjetet tona sociale Facebook, Instagram dhe TikTok.